Përshëndetje të nderuar miq, në këtë puntatë radhës kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me mikun e emisionit ton të hershëm. Për disa kohë nuk kemi arritur të lidhemi, por ai gjithmonë godet me analizat e tij, psikologun Ron Kastrati. Do të flasim për fenomene, për ngjarje të caktuara të momentit, për analiza që vetëm ai di të bëj drejt për drejt duke hyrë në mendjen e shoqërisë, pra në trurin e saj dhe të njerëzve. Ron, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje ju, faleminderit për ftesën. Ne andej dhe këte jemi një, problemet e dukurit i kemi të njëjta dhe fenomenet. Duke nisur nga të fundit për të dhënë një opinion tuaj, opinioni është bombarduar, zgjedhje, akuza, krim, politik, spionazh, nuk e di si e kemi këtë shoqërinë tonë, një ndër dy akuzat është o tradhtar o spion. Pra çfarë po ndodh me opinionin, shoqërinë që është e bombarduar në këtë mënyrë? Sigurisht na kanë kapluar tema të ndryshme e të spikatura që po e rendojnë shoqërinë, janë barë, jo vetëm e shoqërisë, por edhe institucioneve tona, dhe sigurisht që ne po i vuajmë pasojat ditë për ditë, duke ndëgjuar, e shikuar, analizuar, e klikuar, e komentuar madje lajme të kësaj natyre, dhe patjetër që unë këto i konsideroj probleme të cilat përveç rrafshit politik, institucionale, ligjore, juridik e sociologjik, kanë në bërthamën e tyre thellë tej për tej shkaktarët psikologjik. E meqense i gjithë jeta është psikologji, patjetër që këto dukurit famkeqe të vrasjeve, vetvrasjeve, dhunës, politikës shtrëmbruar, ose politikës së interesit, ose politikës makiaveliste, politikës një grupi të caktuar njerëzish që për interesat e tyre duan që të ushtrojnë kontroll të vazhdueshëm mbi një popull të caktuar, ose mbi një shtresë të caktuar njerëzish, e që këto lehtësisht deportojnë thellë në degët e shumëfishta të strukturave sociale, e që pastaj ne njerëzit, po flas për në Kosovë, në Shqipëri, por edhe më pranë, patjetër që ndihemi të rrezikuar e cënuar nga problemet e shëndetit mendor, veçanërisht tek njerëz që janë vulnerabël ose të ndjeshëm e të lehtësisht të preokupuar me këto shqetësime, që kanë probleme të natyrës anksiozë, depresive, probleme socio-emocionale, dhe ky efekt ndihet më shumë tek ata, sepse është një efekt që ndikon ekskluzivisht në shëndetin e tyre mendor, shëndetin e tyre emocional, po pse jo edhe fizik e organik, se ne e dim që truri si organ kompleks, në qoftë se dëmton, tronditet, përjeton një sër eksperiencash traumatike, mund t'i vuaj këto probleme të cilat e bëjnë shoqërinë shqiptare të përplaset e sidot me vështirësi nga më të ndryshme. Prandaj kam bërë thirrje në çdo emision që politikanët duhet të jenë për njerëzit dhe jo anasjetas, dhe unë shoh që njerëzit janë për politikanët, aty kur ata e ndjejnë të nevojshëm që të jenë pranë tyre, ose të marrin votën e tyre dhe pastaj të kulmojnë me objektivat dhe qëllimet që kanë. Pa dallime sigurisht, sepse nuk dua të flas me në një ngjyrë politike këtu përballë jush, por unë e shoh mollsheri politikbërjen, mënyrën se si politikbërja instrumentalizohet dhe orkestrohet nga njerëz ndoshta jo kredibil, ose nga njerëz të cilët nuk janë shumë kompetent për të udhëhequr ose menaxhuar një institucion të caktuar, e kjo sigurisht që shtyp besimin, vullnetin, madje edhe pozitivitetin e shpresën e njerëzve që e duan një jetë të mirë, një jetë solide, një jetë të balancuar. Nuk flas për jetra fantastike, fantastiko-shkencore, jeta prallore, jetra multimilionshë, multimiliardçe, por për një jetë të balancuar. Gjithçka çfarë i duhet trurit si organ kompleks, trurit njerëzor, i duhet një jetë e balancuar.
çdo jetë tjetër që kalon tepërtej binarëve të po këtij balancimi, atëherë kalon në probleme të shumë fishta psikologjike. Ju e dini se çdo gjë e tepruar pastaj sjell pasoja shkakton pasoja të rëndura socio-psikologjike e pastaj psikoemocionale e më gjërë. Dhe unë e shoh përveç që jeta, ashtu siç e theksova, është psikologjike, në dimensionet strukturore të jetës, ne nuk kemi arritur dot akoma ta kuptojmë që duhet të introspektojmë, të komunikojmë me veten tonë, t'i bëjmë një vetanalizë të metave, problemeve, disavantazheve të cilat përballemi dhe të analizojmë jetën në tërësi, jetën tonë të cilën ne operojmë dhe ndërveprojmë me të tjerët, por jo vetëm kur ndërveprojmë me të tjerët, por edhe kur sfidohemi me gjëra të rëndësishme të cilat mund duken komplekse, por sado komplekse mund duken, me një metodë të thjeshtë, sublime, ato mund zgjidhen, e jo duke i kompleksuar problemet si probleme, madje duke e kompleksuar mënyrën apo metodën për të zgjidhur ato. Unë e shoh jetën si një psikolog, por si një njeri thjesht që përpiqem të kontribuoj në shoqëri, në komunitet, jo vetëm përmes media, por edhe përmes shërbimeve dhe mbështetjeve të cilat i ofroj, e shoh jetën ajo që do t'i zgjidh problemet përmes një procesi të menduarisht fleksibël dhe fluid, të rrjedhshëm. Dhe për ta bërë këtë jetë të kënaqshme e të balancuar, çfarë duhet bëjmë? Duhet që përpara se të zgjedhim atë që do të na udhëheq, ta mendojmë se kush është, çfarë mund të bëj, çfarë reputacioni dhe avantazhi të shëndosh ka, çfarë historie dhe çfarë jete zhvillon si person, e pastaj mund ta zgjedhë, kam fjalën për politikën. Por tani, për këto dukuri tjera famkeqe të vrasje, vetvrasje, këto vijnë si rezultati problemeve me ligjin. Edhe këtej në Shqipëri, raste 15, 16 vjeçar, 14 që tentojnë të hidhen se u bullizuan, i thanë shokët fshatar, nuk e afronin. Pra, kemi shumë raste, po duket sikur po kalojnë tangent, ndoshta nuk po bën shumë edhe institucionet. Mjafton ai 15 minutë në flesh që si ndodhi edhe burokracia është një tjetër fenomen që po e formalizon problemin qoftë ai bullist ose problemin politik e social. Kur e them këtë, kur flas për burokraci, unë e them në një rafsh më të gjerë, ku problemet vinë të shumë fishuar dhe ne kur kemi pranë problemin, në vend se ta trajtojmë atë me gjithë shpirt e mund dhe përkushtim e pasion, nga kompetencat dhe angazhimet përgjithësi që i kemi mbi supe, sigurisht që duhet t'i realizojmë ato me prioritet, por jo për t'i formalizuar në dokumente të caktuara, të sasiuara, të cilat janë të sasiuara, por nuk kanë cilësi dhe rezultat. Dhe burokracia po e vështirëson, po e rëndon punën e institucioneve dhe zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me të rinjët, me sfidat juridike, mendoj civile, penale, administrative, por pse jo dhe edhe psikologjike. Unë e kam thënë gjithmonë, që ta zgjidhësh një problem, fillo me gjithë shpirt. E jo të jesh i distancuar dhe të shikosh se cila është gjëja më e lehtë për ta bërë këtë. Edhe nëse ka ndonjë gjë që na sfidon dhe mund të jetë shumë e vështirë për ne, le ta marrim me shumë përgjegjësi dhe ta ushtrojmë punën dhe profesionin tonë, përkushtimin tonë në të gjitha përmasat, sepse nuk konsumohemi, nuk zhdukemi, nuk humbasim energji. Energjia njerëzore në vazhdimsi rigjenerohet. Ne jemi generator të energjisë që sublimohet. Ne mund të jemi në fillet e para të gjenealogjisë tonë njerëzore njerëz instinktiv,
Kemi qenë njerëz instinktiv, por instinktet tona në një sër kompleksësh kanë evoluar dhe energjitë tona që i ndjejmë, i kemi, pasionin që ushqejmë, dashurinë për punën tonë, mund ta sublimojmë këtë. Mund ta sublimojmë. Kur them e sublimojmë, e transformojmë në një energji që është e dobishme për ne. Për ne kjo është e domosdoshme, që energjitë tona ti sublimojmë, ti kanalizojmë ato ku rezultati është e dobishmja, e mirëqenia dhe ajo që na kënaq dhe na balancon gjatë gjithë kohës. Problemi i madh që po hasin gjithë, sidomos normalisht ata që janë prindër e ndjen më shumë, janë fëmijët dhe brezi që po rrisin. Aq më tepër me hapat e teknologjisë, edhe prindit nuk po i arrin me atë shpejtësi. Por çfarë po ndodh me chat GPT-n, komunikimet erotike, ju ne kemi diskutuar dhe keni ngritur si shqetësim. I keni paraprirë asaj që pritet që të ndodh në këtë rast. Në ditët e fundit ka filluar të ndodh. Pra, kam fjalën tek fenomen që do mund të kthehet në fenomen. Shikoni, në ditët e fundit rastisen e disa lajme që kishin të bëjnë me disa diskutime dhe analiza, reflektime mbi ChatGPT-n që së shpejti mund të lansohen edhe disa funksione tjera brenda ChatGPT-s ku do të lejon bisedat erotike dhe aty theksoi që do të ketë verifikime, sisteme verifikime të rriturit, duke marrë parasysh patjetër që po edhe aspektet mendoj psikologjike. Por akoma më thellë se kaq, unë supozoj se një bisedë erotike me përmbajtje erotike mes një personi dhe ChatGPT-s mund të sjellë pasoja të natyrës psikologjike, por edhe sociale. Se të lejosh një përmbajtje erotike në një bashkëbisedim mes teje dhe ChatGPT-s, përveç kalimit në një bisedë erotike, ajo mund të stimulojë edhe fantazi të shtrëmbruara seksuale e që ndoshta mund ta ndaj botën e realitetit me botën virtuale. Dhe kur ndahet kjo botë në dysh, atëherë personat që komunikojnë në ChatGPT, në biseda virtuale, mund të kenë probleme të ndjeshmërisë dhe shprehjes emocionale. Ndoshta në fillim do e mendojnë se do ndjen më të lehtë, ku mund t'i eksplorojnë këto. Pra harron brezi i ri dhe fëmijët, po përballen me një sër vështirësish nga bullizmi dhe sfidash më saktë, deri tek ajo që ndodh nga teknologjia çdo ditë. Pra, ata janë në shinjestër të çdo risie teknologjike, pra që e provojnë të parët në kurriz edhe dëmet i vuajnë ata. Kohëve të fundit kam vënë re se po diskutohen dhe po lansohen tema të cilat janë të ndjeshme për shoqërinë dhe mendoj që akoma nuk kemi mjaftueshëm të përgatitur për t'ju nënshtruar praktikisht aplikueshmërisë së këtyre temave dhe diskutimeve të cilat theksojnë se ChatGPT-ja do lansoj, do të funksionalizoj, po diskutohet kjo, po reflektohet, analizohet, do të funksionalizoj bisedat erotike, me përbajtjet erotike, dhe kjo ndoshta mund të tingëlloj tronditse për shoqërinë, por aty theksohet që do jenë sistemet e verifikimit për të rritur, do jenë të kontrolluar, të monitoruara këto biseda, nuk do pësojnë eskalime dhe shtrëmbrime, humbje besimi dhe thyrje të kodeve të privatësisë apo konfidencialitetit, fshehtësisë apo sekreteve ose fantazive që mund t'i ndajnë personat me ChatGPT-n, por sipas këndvështrimit tim kjo ndan realitetin konkret e ndan në dysh jetën tonë. Nga një realitet konkret në ndërveprim me një realitet virtual e që një person që ndjek këto biseda me persistencë dhe
ndan, eksploron seksualitetin e tij apo seksualitetin e saj me ChatGPT-n, përveç se robotizon jetën e tij seksuale, kështu mendoj unë sipas këndvështrimit tim, nuk flas akoma mbi referenca shkencore se akoma nuk janë hipotetizuar ose ta themi kështu nuk janë realizuar ulumtime konkrete shkencore metodologjike, por nëse hedhim vështrimin në këto biseda, këto mund krijojnë edhe varësi emocionale. Pra, bisedat me përbajtje erotike në ChatGPT mund të shkaktojnë varësi emocionale. Ndonse mund të ndihmojnë në shprehjen emocionale dhe në shprehjen e ndjeshmërisë që ndjejmë apo kemi probleme në ndrydhjen e epshit ton seksual ose probleme që janë të natyrës erotike, por këto ndahen në rrugë konfidenciale me profesionistë të shëndetit mendor, jo me ChatGPT-n. Dhe vetë ChatGPT-ja e thekson me këtë që diskuton, të sugjeroj dhe të rekomandoj ta konsultosh me një profesionist të shëndetit mendor, me ndonjë psikolog. E thot ChatGPT-ja, por tani çfarë bëjnë këta? Do që ti funksionalizojnë bisedat erotike me ChatGPT-n. Dhe harojnë që problemet mund të vinë jo vetëm nga varësia emocionale, por mund ta deformojnë realitetin dhe pritshmëritë pastaj mund të jenë të paarritshme për këta që e udhëheqin dhe menaxhojnë ChatGPT-n. A e kuptoni pra biseda erotike? Pra është një bombë të thahas. Çfarë lloj bisedash erotike? Çfarë do lloj bisedash erotike? Në qoftë se pas ka sistem verifikimi, në qoftë se qen ka vetëm për tritur, atëherë kush i monitoron fëmijët? Do të jetë në një formular pëlqimi apo monitorimi nga prindërit, e që asesi nuk lejohen për fëmijët për të mitur këto biseda, se janë të ndaluara dhe janë çështjet ligjore që i përcedojnë këto, etike dhe private, pra etike dhe ato të privatësisë. Gabon po sigur them ti pedofilie online apo s'ka lidhje? Pikërisht, unë hedh dyshimin se këtu mund të ekzistojë një potencial për keqpërdorim. Dhe në qoftë se ekzistojë mundësi që ky potencial për keqpërdorim mund të ekzistojë, atëherë shumë njerëz që mund të kenë probleme me fili të ndryshme, tërheqje seksuale ndaj të miturve, probleme pedofilike dhe probleme tjera që vinë si rezultati çrregullimeve seksuale, fëmijët ose adoleshentët mund të kenë probleme dhe mund të rrezikohen nga flirtrat apo stimulimi nga ngacmimet seksuale që mund vinë nga këta të rritur. Megjithatë, këto trajtohen nga profesionistët e shëndetit mendor, nga klinicistët, psikiatrët, psikologët, punonjësit social. Megjithatë, shikoni, në këto biseda me përmbajtje erotike, po e them hapur përballë jush, këtu mund të ketë intensifikim të aspekteve të brendshme të personalitetit. Që ta themi shqip për teleshikuesit tuaj që ta kuptojnë, ndjeshmëritë, komunikimet që bëhen në ChatGPT, fantazit, erotizmi, gjitha këto në qoftë se futën në kurthin e të qenurit i varur me këto biseda, me përmbajtje erotike, atëherë mund kalojnë në erotomani. E kuptoni? Dhe kur ne mund përballemi pastaj me erotomanin, atëherë patjetër që këto biseda mund të dëmtojnë lidhjet bashkëshortore, familjare, lidhjet e dy partnerëve që janë në momentet më të mira të dashurisë, ose që nuk kanë, për partnerët po flas, që nuk kanë komunikim të ndërsjellët ose komunikim të hapur njëri me tjetrin, e që e gjejnë veten në këto biseda eksplorative të ChatGPT-s, me përbajtje erotike, atëherë mund të krijojnë distancë dhe mure njëri me tjetrin. Unë mendoj që nuk duhet të nxitohemi, duhet të analizojmë mirë me vëmendje se si do të procedohen këto dhe duhet të kemi kujdes për fëmijët tanë. Bëj thirrje, alarm, ngre alarma për prindrit që me këto telefon, me këto smartphone që fëmijët i kanë në duart e tyre, aty kanë botën dhe bota nuk ka vetëm gjëra të mira, ka edhe gjëra të këqija. Dhe fëmijët nëse nuk janë të monitoruar, kontrolluar nga prindit, mund shohin çdo gjë që lehtësisht mund ta deformojnë fantazinë e tyre
E pastaj duke kaluar në këto stade zhvillimore, fëmiu mund të keq identifikohet ose mund të modeloj sjellje të papëlqyeshme ose në kundërshtim me mjedisin dhe komunitetin, familjen e që nuk mund t'i nënshtrohet një procesi të mirëfillt edukativ, prindror e shkollor, mund t'i revoltohet këtij procesi dhe pastaj fëmiu mund të shqisë në probleme jo vetëm identitare, por edhe antisociale dhe probleme tjera që vetëm sa vine sasiojnë gamën e problemeve familjare, e shkollore, komunitare. E tani, në qësov se flasim për turmën e shoqërisë dhe pikpamjet mbi religionin, pra, pikpamjet nga religioni ose nga normat kulturore, shumë komunitete fetare mund ta shohin të si problem të thelluar, duke u referuar kulturave madje patriarkale që kemi trashëguar nga të parët tanë për intimitetin që këto kanë qenë fort të dënueshme në atë kohë, e që tani nga një transformim i thellë i shoqërisë nga një gjendje në gjendje tjetër, papritur kemi një ChatGPT që lejon bisedat erotike me një robot që nuk e njohim, e që kemi bindje se është një mekanizëm informativ. Kjo në mënyrë krejtësisht psikologjike mund dëmtoj shëndetin mendor. E dini pse them këtë? Është shumë e thjeshtë. ChatGPT-ja nuk ka etnitet, pra nuk ka vedije në kontekstin real të qenjes njerëzore. Dhe derisa nuk ka vedije, nuk ka etnitet, nuk është qenje njerëzore, si mund të kemi besim ne të ndajmë biseda erotike, me përmbajtje erotike apo seksuale, nga fantazi që na tundojnë me një mekanizëm informativ. Ku qëndon këtu besimi? Kam drejt të hedh si pyetje këtë? Kam drejt të hedh si pyetje? Pra ku qëndon besimi? Duhet ta mendojmë këtë. Sa të duash mund kem formular pëlqimi e sisteme verifikimi e monitorime të pandërprera. Ne po flasim për një mekanizëm informativ shumë të shpejt dhe madje që ka deportuar, që ka deportuar me vrull në shoqërinë tonë, ku të sigurohemi ne që këto biseda mund të jenë krejtësisht konfidenciale. Kjo është pyetja që ngre në publik. Dhe pastaj ku flasim për filtrat të cilat mund të ndahen, mund të parashtrohen ose mund të komunikohen në relata komunikimi me ChatGPT me përmbajtje erotike. Këto kush i siguron këto përmbajtje të cilat ndoshta, jo vetëm ndoshta, por me gjas mund të jenë të paligjshme, ose mund të jenë të natyre abuzive, ose që lidhen me veprime ndër shoqërore që mund të jenë jashtë konsentit real të jetës që ne zhvillojmë. Verifikimi real pastaj i moshës dhe mekanizmat për siguruar që përdoruesit kuptojnë rreziqet emocionale, atëherë sigurisht që këtu ne duhet t'i vëmë kufi këtyre proceseve. Të diskutosh hapur për të eksploruar natyrën tënde seksuale ose fantazitë që tundojnë, bisedat erotike, këtë duhet ta bësh me një profesionist të shëndetit mendor dhe me njerëz të cilët janë të kualifikuar dhe kanë në kompetencë, kanë në besimin e institucionit, janë të licencuar, kredibil, e që e ruajnë konfidencialitetin tuaj. Unë jam njeri, ti je njeri, po flasim apo jo. Jemi në publik, në syrin e publikut, teleshikuesit tuaj po na dëgjojnë. Unë po e them hapur, por në qoftë se në një moment të caktuar ne do dy pim kafe, nuk na shikon njeri dhe dua na ndaj një bisedë të sinqertë, kemi besim për njëri tjetrin, kemi besim me plot besikri, ëh? Unë të besoj dhe ndaj këtë, sepse ti je përballë me dhe unë mund të kuptoj se sa i sigurt mund të jesh. Po me ChatGPT me përmbajtje erotike, ku qëndron siguria? Nga sistemet e verifikimit në mënyrë kompjuterike? Jo, ne duhet të qëndrojmë racional. Unë nuk dua të tingëlloj konspirativ, absolutisht që jo, se mund të akuzohem për hedhje në erë të konspiracioneve vërdall në rrjetet sociale, por ne duhet të qëndrojmë sy hapur se fëmijët tanë janë e ardhmja. Dhe në këto ideacione se teknologjia na ka
po na mbërthen dita ditës dhe duhet kemi kujdes, po janë ideacione që duhet t'i marrim në konsiderat. Nuk duhet që ndrojmë krah hapur dhe ta mirpresim teknologjinë, sepse po na lehtëson jetën. Po na lehtëson jetën. Mund na lehtësoj jetën edhe ChatGPT-ja me pyetjet që bëjmë. Por duhet që ndrojmë të rezervuar në shumë raste. Me problemin që vazhdon, edhe me shpresën që ne do të flasim sërish për këtë çështje, Ronon, falenderoj shumë për bisedën tonë. Falenderoj dhe ju për gëzoj për punën si gazetar, vullnetin tuaj në trajtimin e këtyre temave. Shpresoj që kanë kontribuar sa do pak në zgjerimin, parashtrimin e njohurive, zgjerimin e shumë informacioneve të cilat kanë bënë mbi ChatGPT-n dhe bisedat për mbajtje erotike. Pra, po e përfundojmë një thirrje, të qëndrojmë të rezervuar, ta mirpresim evolucionin e vrullshëm të teknologjisë, ta aplikojmë aty ku na duhet dhe na lehtëson punën dhe jo aty ku nuk na duhet, e na kënaq përkohësisht, e na sjell pasoja afatgjate të cilat e kemi shumë vështirë të rikuperohemi e t'ia ndalim pastaj në sfida tjera. Teknologjinë mund ta përdorim për gjëra të cilat mund na nevojiten e jo për gjëra të cilat mund ta vështirësojnë jetën. Ron, faleminderit shumë për bashkëpunimin dhe për gjithçka që ndat me publikun ton me temë kaq të rëndësishme dhe të ndjeshme, që është për çdo familje, në çdo shtëpi. Të falenderoj shumë. Kënaqësia imja, mirëmbëjtje.